Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hudhra para gjumit të shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Hudhra është padyshim një ushqim i cili nuk duhet të mungojë gjatë ditës. Vlerat e saj për shëndetin janë të panumërta, sidomos që në lashtësi, hudhra ka qenë aleat e njerëzimit kundër shumë sëmundjeve dhe njëkohësisht ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe të shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së sëmundjeve të këqija, sepse ajo lufton edhe infeksionet. Vlerat më të mira hudhra do t'i ofrojë në qoftë se ajo do të konsumohet e gjallë, sepse gatimi tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të kësaj barishtaje. Ekspertët gjithashtu thonë se koha më e mirë për të ngrënë hudhrën është para se të flini ose herët në mëngjes kur bakteret në stomak janë në një gjendje tepër të brisht. Përfitimet e konsumit të hudhrës në mbrëmje. Detoks për mëlçin. Hudhrën mund ta shtypni dhe më pas ta konsumoni në mbrëmje, kështu ajo do të çlirojë enzimat të cilat luftojnë qelizat e këqija, toksinat dhe bakteret. Sulfuri tek hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe gjithashtu metalet e rënda. Antibiotiku i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelpi hudhër të grirë në mbrëmje, ju do të forconi sistemin tuaj imunitar dhe njëkohësisht ai do të jetë në gjendje të luftojë të ftohurën dhe gripin. Për më tepër, hudhra gjatë natës do të pastrojë mushkrit tuaja nga sekrecionet. Hudhra për lëkurën. Duke ngrënë 1 thelpi hudhër përpara gjumit, ju do të stimuloni rigjenerimin tuaj të qelizave. Ekspertët gjithashtu thonë se hudhra do të luftojë bakteret të cilat shkaktojnë akne dhe do ta mbajë lëkurën tuaj sa më të pastër. Kolesteroli i ulët. Hudhra e mban në zemrën tuaj shumë të shëndetshme. Ajo ul nivelin e kolesterolit në nivele të mira dhe përmirëson gjithashtu pastrimin e enëve të gjakut. I bën mirë kyçeve. Konsumimi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve të prekura nga artriti, sepse ajo lufton inflamacionin dhe gjithashtu zbut dhimbjet. Hudhra nuk duhet konsumuar në mbrëmje, veçanërisht në qoftë se ju vuani nga ulçëra apo tensioni juaj i gjakut. Sipas ekspertëve, edhe uji i hudhrës ofron përfitime të mëdha për shëndetin. Hudhra është një nga përbërësit më të përdorur në kuzhinën shqiptare. Përveç se u jep gatimeve një shije të mrekullueshme, ajo ka edhe vlera të panumërta për shëndetin. Përdorimi i hudhrës në ujë është trajtimi më i lehtë që ju mund të përgatisni në shumë pak kohë. Ndërkohë, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 thelpi hudhër, 1 gotë me ujë jo e mbushur plot dhe le të nisi me përgatitjen. Mjafton që hudhrën ju ta shtypni ose ta prisni në pjesë shumë të imta me ndihmën e thikës. Hudhrën e gririmët duhet që ta përzieni në 1 gotë me ujë dhe më pas ta pini. Këtë kur mundet që ta përdorni për 15 ditë duke e pirë esëll në mëngjes. Për personat të cilët vuajnë nga tensioni i ulët nuk këshillohet që të përdoret. Përfitimet të tjera të cilat vijnë nga përdorimi i hudhrës. Përfitimet kryesore të hudhrës qëndrojnë pikërisht tek aftësia për të parandaluar rënjen e flokëve, përmirësuar shëndetin e lëkurës, forcuar sistemin tuaj imunitar, ulur tensionin e gjakut dhe duke rritur qarkullimin e gjakut, pastruar trupin, qetësuar frymëmarrjen dhe ndihmuar në rënjen në peshë. Konsumimi i ujit të hudhrës e ushqen lëkurën tuaj me shumë antioksidantë si dhe përrjedhoj, zbut efektet e plakjes, infeksionet dhe pezmatimin e saj.
Shumë njerëz përdorin ujin e hudrës për të forcuar flokët, para ndaluar rënien e tyre dhe për të ushqyer ato. Kjo kurrë natyrale mund të konsumohet e vetme ose të përzihet me produkte të tjera për flokët për të dhënë një rezultat të shkëlqyer. Vlerat e forta të hudrës kundër baktereve dhe mykut, por edhe pranija e antioksidantëve ndihmojnë në mbrojtjen e imunitetit. Sipas të dhënave, hudhra është e shkëlqyer për shëndetin e rrugëve të frymëmarrjes. Ajo është njëkohësisht efikase në parandalimin dhe në kurimin e tuberkulozit, azmës, bronchitit dhe kollës. Efikasiteti i hudrës është i lartë në qoftë se hahet e gjallë ose e pjekur në furrë. Atë ju mund ta përdorni edhe në përgatitjen e pomadave të cilat përdoren në raste të ftohurës. Hudhrën mund ta përdorni edhe në rastet e dhimbjes së dhëmbit duke vendosur gjysmën e një thelpi hudhër mbi dhëmball. Kur ju dhëmb veshi, mund të shtrydhni pak hudhër dhe të hidhni 1 ose 2 pika në veshin që ju dhëmb. Nëse hezitoni të konsumoni hudhra për shkak të aromës së saj, ne ju sugjerojmë që të pini të paktën 1 gotë qumësht pas ngrënies së hudrës. Mirëpo, të mirat e saj nuk përfundojnë këtu. Sipas studimeve më të fundit, duket se hudhra përmirëson imunitetin tuaj. Studimet klinike kanë treguar se hudhra shkatëron të gjitha qelizat e dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuloi se gratë të cilat hanin hudhër rregullisht, fruta dhe perime janë 35% më pak të rrezikuar nga sëmundjet e sistemit tuaj tretës. Kundër inflamacionit, studimet gjithashtu kanë treguar se vaji esencial i hudhrës do të luftojë inflamacionin. Në qoftë se ju vuani nga inflamacioni apo dhimbja e kyçeve apo muskujve, mjafton që t'i fërkoni ato me këtë vaj dhe menjëherë do të vëreni përmirësim. Sipas ekspertëve, hudhra përmirëson edhe shëndetin e zemrës. Studimet mbi rolin e hudhrës në uljen e kolesterolit vazhdojnë akoma. Të dhënat premtuese thonë ekspertët, sipas të cilëve hudhra mundet që të ketë një ndikim tërësisht pozitiv në zgjerimin e enëve të gjakut dhe në uljen e tensionit të gjakut. Ekspertët rekomandojnë gjithashtu konsumin e 4 gram hudhër në ditë, 1 thelpi hudhër për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës, por kujdes duhet të kenë personat me tension të ulët, pasi hudhra mundet që të ndikojnë në uljen akoma dhe më shumë të tensionit të gjakut. Sipas ekspertëve, hudhra ka edhe vlera të jashtëzakonshme për flokët dhe për lëkurën. Sipas tyre, hudhra është e pasur me antioksidant dhe njëkohësisht ajo është efikase kundër baktereve. Ajo pastron lëkurën prej tyre dhe kështu zgjidh të gjitha problemet e akneve. Gjithsesi, ne ju këshillojmë që ju të konsultoheni me dermatologun tuaj. Megjithatë, hudhra është efikase edhe kundër mykut, sidomos në zonën e këmbëve. Vlerat e hudhrës përvetësohen më mirë nëse ajo konsumohet e freskët dhe jo e gatuar. Megjithatë, nëse e gatuani, sigurohuni që ajo të mos i nënshtrohet një temperature më të lartë se 60 gradë. Temperaturat e larta shkatërrojnë alicinën, substancën e cila jep nivelin maksimal të përfitimeve të hudhrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju ka shkaktuar alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.